Nuk do të kandidoj më për president, ka deklaruar presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Nuk kam asnjë qëllim të kandidoj sërish. Qëllimi ynë i vetëm është të rrisim reputacionin e vendit tonë. Turqia po ndryshon, bota po ndryshon. A mendoni se në një botë kaq dinamike mund të ecim përpara me një kushtetutë të krijuar në kohën e grushtetit që ende mban erën e mentalitetit të fuqistëve? Turqia nuk mund të ecë më me një kushtetutë të tillë. Na duhet një kushtetutë e propozuar nga civilët, jo nga fuqistët, ka deklaruar Erdogan sipas agjencisë shtetërore Anadolu. 71 vjeçari që mban postin e presidentit prej vitit 2014, prej kohësh ka qenë mbështetës i hartimit të një kushtetute të re, për të cilën thotë se do të jetë më demokratike, më civile dhe në përputhje me nevojat bashkëkohore të shoqërisë. Kushtetuta aktuale e Turqisë u miratua në vitin 1982 pas grushtit të shtetit ushtarak të vitit 1980 dhe megjithëse është ndryshuar disa herë, kritikët thonë se ajo ende përmban element të një sistemi autoritar. Megjithatë, opozita turke shpesh shpreh dyshime mbi qëllimin e Erdoganit, duke pretenduar se reformat e tij synojnë forcimin e pushtetit personal dhe dobësimin e institucioneve të pavarura. Sidoqoftë, deklarata për tërheqjen e tij nga gara presidenciale mund të hapë një dinamikë të re politike në vend, veçanërisht në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të vitit 2028.